rezulton që mbi 50% të burgosurve në vuajtje të dënimit e kanë vujt dënimin dhe nuk kanë nënshtruar asnjë programe, ne nuk e dim pse ka ndodhur kjo. Çështja se pse nuk janë programet shumë atraktive, ose pse refuzojnë subjektet, ma konkretisht me ju citu drejt pyetjen e juaj, konsideroj që kjo na hap një diskutim shumë interesant. Ne jemi në stadin ku ende nuk e dim, edhe nëse nisemi nga shifrat e shërbimit korrektues, që rezulton që mbi 50% të burgosurve në vuajtje të dënimit e kanë vujt dënimin dhe nuk kanë nënshtruar asnjë programe, ne nuk e dim pse ka ndodhur kjo. Dhe kjo konsideroj që është... Për atë edhe pyeta zotrin Grashi nëse është boni vlerësimi atyre programeve ndoshta të burgosurit, nuk i kanë gjetë atraktive ato programet cilat janë bërë. Për te faktit, ajo duken atraktive. Konsideroj që rrezikshmëria nga kjo kategorie të dënuarve për shtetin dhe sistemin ton shoqëror demokratik është tejet e lartë në mënyrë që ne të varemi vetëm nga fakti sojnë programet atraktive. Për atë arsye e elaborova dhe pse do duhet që këto programe të jenë gjysmë të kushtëzuara apo të kombinuara në mes të dënimit. Kush e bën kushtëzimin në këtë rast? Kushtëzimin në këtë rast do duhet ta bënte ligji, Kodi Penal i Republikës Kosovës, i cili do të mundsonte shqiptimin e dënimeve të kombinuara, dënim e burgim efektiv dhe dënim në mbikëqyrjen e shërbimit sprovues. A keni ndaj që si vendimi zotri Gashi? Jo, nuk kemi këtë lloj të... Këtu duhet me evidentu diçka shumë e rëndësishme. Shumica e subjekteve, gra të rikthyera në formë të organizuar nga zonat e Sirisë dhe Irakut, cilat në gjykata tona u janë shqiptuar dënimet e kushtëzuara, pra nuk kanë shku në shërbim korrektues në vujtje, por drejt për drejt u janë shqiptuar dënimet të kushtëzuara me burg. Edhe në këtë rast ku është e mundur ligjërisht me kodin penal të caktoheshin kufizime shtesë, edhe në këto raste gjykatat nuk u kanë caktuar.